Cilat janë larguar drejt sheshit Skënderbej, pra zona përpara Bashkisë së Tiranës apo edhe në afërsi të parlamentit, megjithëse mbetet ende e paqartë se cili është skenari. Mund të raportohet për një mbyllje të protestës në lidhje me çfarë ka ndodhur përpara kryeministrisë, por sidoqoftë nuk ka ende një largim përfundimtar të zotit Berisha drejt banesës së tij ose drejt selisë së Partisë Demokratike, siç ndodh në rastet e tjera, ndërsa Berisha ka një reagim pas protestës, duke thënë pjesëmarrja ishte historike, opozita ka vetëm një betejë, afera më e pa dëgjuar ndonjëherë në histori i ka rënjët në Surrel. Unë dia vetëm një, këto kohë dolën që janë edhe dy të tjerë, ka deklaruar zoti Berisha, ndërsa thot se aksioni i sotëm mbyllet tek Selia, do të bëjmë një xhiro që misionarët e lirë të bëjnë një njohje të terrenit në çdo anë. Pjesëmarrja ishte jashtëzakonisht e kënaqshme, ishte historike, edhe mbështetja dhe entuziazmi edhe të gjitha. Opozita ka vetëm një betejë, ka deklaruar kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një komunikim që pati me mediat në përfundim të kësaj proteste, ndërsa nga ana tjetër thot pra se ajo do të mbyllet tek selia e Partisë Demokratike, me gjas mund të ketë në një mbledhje edhe të strukturave të Partisë Demokratike për të caktuar se si do të vazhdohet më tej aksioni opozitar, për të cilin ata kanë deklaruar se nis tani dhe nuk do të përfundojë deri në largimin e Edi Ramës nga pushteti. Këto janë zhvillimet të cilat jeni duke ndjekur minut pas minute në ekranin kombëtar të lajmit Klan News, drejt për së drejti në lidhje me protestën kombëtare të opozitës të thirrur gjatë pas ditës së sotme në këtë 22 dhjetor, duke nisur nga ora 18, ndërsa me sa duket për shkak të lejes e cila është deri në orën 21 ose për shkak të njoftimit që është deri në orën 21, kordoni policor dhe policët e vendosur në gatishmëri tek kryeministria ende nuk janë larguar. Ndërkohë mbetet për të parë se çfarë do të merret si vendim për vazhdimsinë e mëtejshme të kësaj proteste, por sidoqoftë ajo që shohim është se tek bulevardi Dëshmorët e Kombit tashmë është rikthyer deri diku normaliteti, pavarësisht se ka kolegë mediave të cilat janë duke bërë raportimet e fundit apo edhe efektiv të policisë që, siç e thash, në kuadër edhe të lejes, e cila është në fuqi deri në orën 21, vazhdojnë të jenë aty të pranishëm. Ndërkohë ditën e nesërme, siç e thamë edhe në komunikimin që patëm me kolegun Enkel Xhangoli, ka një mbledhje të sekretariatit të etikës për të vendosur në lidhje me kërkesën e socialistëve për përjashtimin deri me 60 ditë të 29 deputetëve demokratë, referuar asaj se çfarë ndodhi në seancën plenare të së njëjtës së kaluar, ku pati një përplasje midis deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Gardës. Deputetët e PD-s shkuan dhe zunë me forcë vendet e ministrave, ndërsa nuk mungoi edhe përdorimi i mueseve dhe i flakadanëve. Kryeparlamentari në seancën e kaluar Niko Peleshi përjashtoi nga seanca Flamur Nokën dhe Klevis Balliun, të cilët gjithsesi qëndruan aty deri në minutat e fundit për shkak se Garda e kishte të pamundur largimin e tyre nga aty si pasojë e situatave dhe momenteve të tensionit që pati midis deputetëve të PD-s dhe gjithashtu Gardës, ku deputetët e PD-s kanë hedhur akuzat forta në drejtim të qeverisë dhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Ndërkohë nga ana tjetër ka patur edhe disa foltore të nisura më herët nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, të cilat kanë qenë të alternuara midis kryeqytetit, siç do të hënë në orën 18 tek bulevardi Dëshmorët e Kombit, aty ku mbajt sot kjo protestë kombëtare, dhe foltoreve që janë zhvilluar në për zona të tjera të vendit, si në Belbasan, në Mirdit, në Kurbin, në Lezhë. Pra janë disa zona ku zoti Berisha ka shkuar, duke thënë se është edhe një formë analize e brendshme në lidhje me zgjedhjet e 11 majit të vitit 2025, pra ku Partia Demokratike mori vetëm 50 mandate nga 140 në total, ndërsa 83 mandate i mori Partia Socialiste. Do të ndjekim para pak çastesh se çfarë ndodhi në të majit. Jeni duke parë pamje që tregojnë se pati një hedhje të shisheve të Molotovit nga ana e protestuesve të Partisë Demokratike në momentin kur ka përfunduar fjala e zotit Berisha tek sa ky fundit, kur po ndodhnin këtë skena, ishte ende në skenën qendrore duke valvitur një flamun kuqezi, ndërsa në të djathtë janë pamjet e drejt për drejta që tregojnë gjithë çfarë ka mbetur pra nga kjo protestë më pak se 2 orëshe e Partisë Demokratike, për të cilën kryetari i PD Sali Berisha ka deklaruar se janë momente të cilat tregojnë për një pjesëmarrje të jashtëzakonshme dhe se kjo protestë do të mbyllet në selinë e Partisë Demokratike. Nga ana tjetër është hequr edhe brelli, që thamë edhe më parë në komunikimet tona të drejt për drejta, i vendosur me rastin e festave të fundvitit tek hyrja e Këshillit të Ministrave, po nga ana tjetër edhe kërpulla e famshme, vepra e një artisti ndërkombëtar e cila ju dhurua Edi Ramës në vitin 2015, 2 vite pasi kishte marrë pushtetin. Këto janë pamje
marrëdhëniet e drejtpërdrejta që tregojnë me gjas kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili shoqërohet nga sekretari i përgjithshëm apo edhe deputet të cilët janë duke u zhvendosur tashmë drejt selisë së Partisë Demokratike, një distancë relativisht jo shumë e largët nga momenti ku është mbajtur edhe kjo protestë gjatë mbrëmjes së sotme, teksa aty me gjas mund të ketë edhe një komunikim nga ana e zotit Berisha për gazetarët dhe për praninë e simpatizantëve të cilët janë të pranishëm pra në këtë protestë. Teksa për t'ju rikthyer edhe një herë reagimin që pati para pak minuta kur përfundoi kjo protestë, zoti Berisha ka deklaruar në komunikimin që pati se bashkëluftëtarët e mi po njohin terrenin, në fokus të protestave do të jetë parlamenti, kryeministria dhe Surreli. Një njohje e terrenit duhet të jenë të gjithë bashkëluftëtarët e mi, duhet të dinë të gjitha drejtimet se cilat do të jenë fushat e demonstratave dhe protestave të fuqishme javët e ardhshme. E thash edhe një herë, do të jetë kryeministria, parlamenti, Surreli. Këto janë qendrat e krimit, thot Berisha.